Sëmundja e murtajës është shfaqur pak ditë më parë në zonën e Bulqizës. Një fermë me 220 krerdi është asgjësuar e gjitha nga autoritetet në fshatin Okshatin të Shupenzës 2 ditë më parë. Blegtori Naim Xheli, me lot në sy, thot se nga ferma i kanë mbetur vetëm kumonët e bagëtis dhe stalla bosh. Zët më kanë met vetëm kumonët. Fatin tim me se pas të kush. Ja. Vëllai Naimit, Alberti, kërkon ndihmë nga autoritetet pasi dëmi është 10.000 euro dhe se çdo gjë që kishte ndërtuar me mund të djers ka shkuar dëm. Pra ne u bëm thirrje organeve kompetente, vinë ta verifikojnë se janë 20 frymë mrena, ku hapin syt këtë art. Nga këtu kanë dalë 220 kufo mas zotri. Mos e lini mas dora. Rastet e sëmundjes së murtajës në qarkun Dibër kanë qenë të shpeshta vitet e fundit. Vetëm vitin e kaluar qindra krerë bagti, kryesisht në zonën e Martaneshit, u asgjësuan nga autoritetet për shkak të pranisë së sëmundjes së rëndë.